Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se Rusia është dakord në parim me propozimin e Shteteve të Bashkuara për një armpushim 30 ditor në Ukrainë, megjithatë ai thekson se kushtet duhet të shikohen edhe më tej. Sipas Putin, ky armpushim duhet të çojë në një paqe të qëndrueshme dhe të adresojë shkaqet rrënjësore të krizës. Në një deklaratë ai tha se Rusia është e gatshme të ndalojë luftimet, por theksoi se duhet të përcaktohen rregullat e armpushimit, përfshirë mënyrën e kontrollimit të mundshme të shkeljeve. Ai gjithashtu ngriti shqetësimin se Ukraina mund të përdorë periudhën e armpushimit për të vazhduar mobilizimin dhe riarmatimin, duke sfiduar mundësinë e një paqeje të qëndrueshme. Putin vuri në dukje se trupat ukrainase janë të rrethuar në rajonin Kursk të Rusisë dhe se duhet të përcaktohen detaje të mëtejshme për mundësinë e dorëzimit të tyre. Sipas tij, armpushimi mund të jetë një mundësi për të siguruar një periudhë të qetë për trupat ukrainase të lodhura. Në të njëjtën kohë, një i dërguar i presidentit të SBA-s, Donald Trump, mbërriti në Moskë për të diskutuar këtë propozim, të cilin Ukraina e ka pranuar. Sipas një zyrtari rus, armpushimi do të ndihmonte vetëm Kievin, duke i ofruar një periudhë pushimi për ushtrinë ukrainase. Përpjekjet diplomatike janë bërë paralelisht me pretendimet ruse se trupat e saj kanë dëbuar ushtrinë ukrainase nga një qytet kyç në rajonin Kursk, një zonë që ka qenë në tension për muaj të tërë.